e kemi tradit e suneti, e ka tradit, çdo çështje fillimisht e shikojmë Kur'anin. Po. Kjo është burimi jon numër 1. Tani kthehemi te suneti për mesela, numër 2. Tani shikojmë sahabët që kanë thonë, gjatë të para, tani shikojmë ulemat e mëdhëve që kanë thonë, kështu ne ndërtimi dinin thonë. Po, kjo kështu është Islami, jo sikur do çka kanë dalë në TikTok veç Kur'an po. Veç Kur'an. Kjo është gabim, më thonë. Pa atyre, s'ka është. S'ka, më thonë, kjo është çështje ata çka thonë, e përmendën fillim as-sala. Ata marrin thonë në Kur'an është përmend namazi. Është më 5 herë, ka thonë kush ne 5 herë ditë po lutmi. S'ka nevojë me bërë ruku, se kush shkon në Kur'an. I themi, nuk shkon ndoshta në Kur'an detaje namaz, por kemi në sunet. Po, nda. Sunet është përshku komplet detaje si falet namazi. Ti nëse shkut më thonë Kur'anin për sunetit, ti shumë gjërat ka me tik për Islamit. E vërtet. Se ki libër nuk ka zbrit pa pejgamber. Pse Allah mos që pas nevojë për sunet, atë siç dash më ia çu pejgamberi selam Kur'anin. Më zbrit. Më ia çu belon që dikuni mesin e njerëzve Kur'anin, marrë se me laçë Xhibrili me lon Kur'anin dikuni në xhami dhe me hec. Po. Pa e ka çu Allahu Kur'anin, më thon në mesin e njerëzve, në një njerëz që është njerëz, Muhamedi sa është pejgamber, po është edhe njerëz në të kohë. Ai ka hon, ka pi, ka flet, është martu, ose smu, si këtë njerëz të tjerë. Me çën shembull për ne. Me pa në çka i bën namazin Kur'an, që duhet më fal. Për kjo është, për dashin neve shumë na intereson suneti pejgamberi sa ka thon për namazin. Edhe kjo është burimi jon, një ndër burimet e sunetit.